Pas vadrave të zjarrit në pallate, ndërtuesit kërkojnë më shumë kontroll për materialet e ndërtimit që ndodhen sot në treg për të shmangur rastet e rrezikut. Po ashtu, gjatë një tryeze shumë palëshe me fokus siguria në ndërtime, u bë thirrje që materialet që shkaktojnë probleme të mos lejohet të përdoren më. Kemi një fenomen në Shqipëri që themi materiale cilësia e parë apo cilësia e dytë. Nuk ekzistojnë materiale cilësia e parë, cilësia e dytë. Ka materiale cilësor, ka dhe materiale statuso, të cilat shiten në pjetkun e cilësisë së dytë. Dhe këtu edhe ndërtuesi vetë ka të pa mund të identifikojë këto materiale në treg. Pra, u do thotë që nëse ka diçka për të bërë që në llogarinë e këtyre materialeve afrime përmendi pak, që ne kemi të mbrojtur, ose thash, në treg është vështirë të djesh të dresh një material dhe ta kuptosh me gjë atë që është apo cilësor. Mendoj që Ministria duhet i kushton çik më shumë rëndësi materialeve të cilat në këto vite na kanë dhënë efekte jo pozitive në situata kritike siç është zjarri ose tërmetët, të hiqen nga lista e përdorimit dhe të zotësojnë materiale të tjera që teknologjia i ka bërë të mundur. Ndërsa kreu i Inspektoratit të Përgjithshëm Dashnor Sula nënvizoi se nevojiten të gjitha hallkat e inspektimit, qoftë ai për zjarret, për instalimet apo ai për eficiencën e energjisë, që të garantohen ndërtesa të sigurta.